Stoqet e mbeturinave në afërsi të banesave sociale të komunitetit rom në lagjin Skënderbeg në Shkodër vazhdojnë të jenë të pranishme, ndonse në jo pak raste ky shqetësim është ngritur si problem. Banorët shprehen se kjo gjendje krijohet për shkak të mungesës së kontenjerëve për depozitimin e mbeturinave. Gjithashtu, sipas tyre, transportimi mbetjeve bëhet vetëm pas disa ditësh dhe jo sipas një grafiki të rregullt. Ata kërkojnë që zona të pajiset me kontenjer të mjaftueshëm, si dhe të përcaktohet një afat i qartë se kur automjetet e kompanisë së pastrimit vinë për evadimin e mbeturinave. Tash këtu tresin gjithë edhe kazonat, ne kishim munges kazonave. Edhe prandaj kemi tre këto zhele këtu se s'kemi kazonat, tashti ato e din ma mirë ne s'dim gjo. Na bëjnë një nder me na sel kazonat edhe me i tret në kazona, me nuk i lon këtu në rrugë të madhe. Edhe me ardh makina shpesh edhe neve rrezikohemi edhe nga smundjet e nga kështu se ne fëmijët tona kemi rrugën këtu që i dalim e hecim. Lutëm atyre me na sjell kazanat e bëjnë mirë. Fakti që kjo zonë ndodhet në periferi të qytetit nuk e justifikon as pak mungesën e vëmendjes për ta pajisur me kontenjer dhe as mos respektimin e një grafiku të rregullt nga automjetet e pastrimit për tërheqjen e mbetjeve. Vatra të tilla ndotjeje përbëjnë një kërcënim serioz për shëndetin e qytetarëve.